Mira pa gjithë. Përshëndetje, jam shumë e lumtur që jemi këtu të gjithë bashkë. Pranë nesh kam piktori Rahmi Dervishaj. Faleminderit Rahmi që zgjodhe Galerinë e Qytetit për ekspozitën tënde të katërt. Me thënë të drejtën, kur më prezantuar më thash që jam një artist amator, por me pamjen e pikturave që pash, absolutisht. Unë mendoj që je një super profesionist në atë që bën me dëshirë dhe dashuri më të madhe. Faleminderit. Përshëndetje, ju falenderojmë edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj në çeljen e ekspozitës Rahmi Dervishaj, Perëndimet në Bregdetin e Vlorës. Rahmi Dervishaj është një rast i rrallë, një personazh shumë interesant. Në hershmërinë e tij të rinisë, ai ka ndjekur kurse pikture
por jeta i ofroi një drejtim tjetër. Ai u bë shofer ku punoi e u vlerësua për përkushtimin e tij. Por duket që prushi i talentit të tij nuk qeshuar. Ai do ta ngrohte e do të ndiste te Ramiu dëshirën dhe pasionin që të filloj të pikturoj. Dhe në këtë moshë fillon pikturon sa që realizon 4 ekspozita. Kjo është e 4-ta pra. Ramiu pikturon pa komplekse, siç e ndjen. Filloi me ngjyra vaji e tani vazhdon me akrelike. Ai vërtet është autodidakt, por në punët e tij ka elemente të rëndësishëm të një profesionisti. Në peizazhet e Ramiut ndihet hapësira tridimensionale, largësia, perspektiva sistemi. Plani i parë jo gjithmonë me rëndësi si në konceptin klasik, por ai thekson atë që i ka pëlqyer. Disa punë janë në gamë të ngrohtë, disa në të ftohtë, por në të dy rastet nuk mungon balancimi me të kundërtat. Dhe të gjitha këto Ramiu i bën thjesht me ndjesinë e tij. Penelatat janë të shkrifta, pa ngurtësuar formën apo imazhin. Më bën përshtypje që qiellin asnjëherë nuk e bën blu, asnjëherë pothuajse nuk e bën blu. Dhe vendos ngjyrën siç e do ai, duke u larguar kështu nga një lloj perceptimi fotografik. Në disa nga punët e tij që janë më të arira, nuk ka as pak amatorizëm. Ju uroj Ramiut shëndet dhe jetë gjatë. Në Vlorë në 22 prill 1943. Jetoj në vitin 83 tani, jam në hapat e vitit 8. Babai më ka punuar në komitet ekzekutiv, është historik, mikrohistorik. Babai më ka punuar në komitet si krye veteriner dhe është dekoruar nga presidiumi i Kuvendit Popullor dhe kohët e fundit u çerdikoi me nderin personaliteti i shkruar i qytetit bashkisë. Unë falenderoj gjithë pjesëmarrësit që u angazhuan dhe janë pjesëmarrës këtu, përveç kënaqësisë që më sjellin, tregojnë dhe dashurinë e kulturën që kanë për artin e pikturës që e duan gjithë. Falenderoj gjithashtu një dhe shokët që më nxitën për këtë punë, se unë isha talenti im po flinte. Mua më nxitën artistë të Vlorës si piktori popull Nestorion Uzi, Edi Kojani, Lilian Ali, Petraq Pali edhe shumë të tjerë, dhe më vunë në Shina puno se mund të bësh gjëra. Edhe unë jam me Ramiu, kjo është gjendja ime artistike, tani vlerat i jep në ju. Edhe njerë ju falenderoj dhe jemi në kohën e dur ta gjezdisim për ata që nuk e kanë gjezdisim. Që në jonë 8 vjeqare, po në gjimnase kam një Ramiun, kemi qenë bashkë në rreth të vizatimit në shtëpinë e kulturës të atyre viteve. Ramiu në esencë nuk ka ndryshuar fare. Është ai Rami që ka qenë. Cili ka qenë Ramiu? Dhe cili është sot? Ramiu ka pasur një dhunti të rrallë që për mua është vendimtare dhe për punën dhe për këto piktura që janë tashmë të bukura që Ramiu ka bërë. Sinceriteti para dashuri. Dashuria është Zoti vetë, është prezenca e Zotit, është përshprima e Zotit në veshin e krijuesit. Po Zoti nuk është asnjëherë. Me Zot kam parasysh gjithë universin, gjithë ligjet, gjithë ato që quhen rastësi, domosdoshmëri, të gjitha me radhë, gjërat më të bukura. Këtë dhuratë Ramiu e ka nga Zoti, nga natyra. Shiko, para disa vjetësh, unë e refuzova Ramiun për të folur, që ka pas nga 4 ekspozita për lojën, edhe kisha arsyet e mia, gjishnja për të mirën e Ramiut. Dhe i thash, nuk do zgjatem shumë në këtë, se nuk do të bëjmë i mërzitshëm. Rami, fatin tënd e ke ti në dorë. Të mjafton dashuria për punën që e ka me bollëk. Këtë të gjitha të tjerat vijnë vetë.
janë derivate të punës dhe të dashurisë për këtë punë që ti po bën. Kështu që mos e kërko as emrin, as famën, ajo nuk të vjen. Ka një poezi të bukur, një poet i famshëm, s'më kujtohet emri, për poezinë e përfituron me një figurë të mrekullueshme, me një imazh të një femre të bukur që breth me vrap dhe të gjithë ata që janë të etur për famë kërkojnë të arrijnë, nuk arrijnë dot. Veç kur ajo qëndron në një vend që asnjë prej atyre që e ndjekin aprapa për të arritur që të marrin famën nga ajo, habiten ku ndaloi tek një person që ishte i panjohur, i papërfillshëm, i pakonsiderueshëm për këta tjerë që e mbanin veten për të talentuar. Ideja është kjo, fama të gjen vetë. E di vetë ku do vej, po e kërkove nuk të vjen. Ja thashtë, edhe këta kam thënë Ramio të fi, se këta shi nuk duat jatë mëndë, po ja përvojën time, thjesht përvojën time ja. I thash vetëm puno, shiko të që pas 4 vjetësh, unë vi dhe e marrë fjallën me vullnetin tim, me dëshirin time, sepse Ramiu i meriton. I meriton. Dhe i uroj Ramiu të gjithë të mirat, të vazhdoj me këtë pasion, me këtë dashuri, të tjerat vinë vetë. Të tjerat vinë vetë. Ka elementet kryesor, pasionin dhe dashurin. Vullneti ishte edhe ai ishte derivat i këtyre tjera, dhe se pa pasion s'ka vullnet. Sot falenderoj. Rami edhe një. Me përshlypja, atje të shkrojnë në një, të përmisojnë dhe më qumë. Falenderime. Më pëlqen shumë. Fillosh të një mosh madhore që atë që ke pasur talent në të ri nuk e pasur mundësi ta bësh mosh madhoresh, duhet të kesh një vullnet të jashtëzakonshëm. Ke ndonjë preferuar me sa ke parë, një punim preferuar, çfarë pëlqen më tepër? Mua në të gjitha po ta shikosh, ne jemi qytet dielli. Det dhe diell, po të shikosh në më të shumtat e këtyre ka det dhe diell. Po kjo nuk diskutohet, unë nuk është fjallë që erdha në ekspozit për Ramion e ndjek prej kohësh, është një artist spontan, i vetë krijuar, që është një vlerë e qytetit. Sa më shumë vlera të tilla të ketë ky qytet, aq më i bukur bëhet. Ai ka një merit, ose ka një si do them, ka një cilësi, ka një spontanitet, por ka dhe një gjë, ai jeton në një pikë që është shumë unike të Bregdetit të Gjirit Vlorës. Ai jeton në këtë mrekulli dhe e reflekton. Jetojnë dhe të tjerë, por nuk e reflektojnë. Këtu është veçantia e Ramiut. Unë e përgëzoj. Dashuri e madhe për qytetin. Në një spot unik ku është atje dhe reflekton këtë qytet që gjithashtu është unik. Por pak njerëz e reflektojnë kështu. Kështu që i uroj jetë gjatë, fuqi, pasion si shta Nestori dhe të jap vlera këtij qyteti i ardashës që ka qenë një nga qendrat e mëdha të artit dhe të kulturës shqiptare. Vlora e meriton këtë, prandaj të gjithë kontribuojmë sadopak që ta ngrëm nivelin e dikurshëm të shkollës Vlonjadit pikturës. Dëgjoj, në qoftë se dielli nuk do perëndonte, Ramiu nuk do t'i bënte këto. Kështu që Ramiu ndodhet gjithmonë përballë perëndimit të diellit. Do s'do e detyron dielli të pikturoj. Pastaj Ramiu është mjeshtër. Ramiu është i rraur me vaje, me utull, me jetën. Dhe me këtë zbulim të talentit të tij unë jam maknitur. Ramiu është një super piktor. Dhe për këtë unë jam shumë i gëzuar. Nuk mund të ri pa thënë një dy fjalë për Ramion. Më habisin disa gjëra, si ka mundësi që një njeri 83 vjeçar me një pasion të tillë, me një talent të falur nga natyra, nga Zoti, nga Perëndia, nga universi, bën ekspozit me rreth 40 punime gati në çdo vit, në çdo 2 vjet. Dhe them, çfarë force ka ky njeri dhe gjej arsyen të vetvetja. Ramiu bën dy jetë paralele. Një e bën kështu fizike, që lëviz në hotelin e tij, në punët e tij, me njerëzit e tij, dhe tjetrën e ka të brendshme. Prandaj ai do jetoj gjatë. Është kot që thot 83 vjeç, atë e mban arti dhe artistët duke bërë jetë paralele jetojnë dy fish. Tani çam të rreq mua te ky njeri. Ky njeri punon në format
të vogël. Dhe ajo mbi të gjitha i bën peizazhet e qytetit. Mund të më thoni, nuk e di, përveç Nestorit dhe Skënder Kamberit dhe piktorëve të tjerë vlorës të ketë bërë njëri kaq shumë perëndime për qytetin ton, ky ka një ndeshmëri për ngjyrën të brendshme që mua më habit. Dhe nga të gjitha pikturat që ka në këtë ekspozit, mua më të roqi vëmendjen, shikojeni këtë, çfarë harmonie ka kjo pikturë. Edhe këtu me tre ngjyra, të cilat janë në tavalocën e piktorit, ai ka bërë këtë kryevepër. Kjo të bëhet e madhe, kjo është Rembrandt, është Skënder Kamber, është Nestor Ionus. Prandaj uroj të bëj sa më shumë ekspozita, të bëj dhe një katalog të bukur, që këto gjërat i kemi dhe në shtëpinë tonë, sepse kjo trashëgohet brez pas brezi, sepse kush krijon art, krijon identitet kombëtar. Ju falenderoj dhe juve. Jo, unë erdha me kënaqësi tek piktori Rami Dervishi, sepse është një nga ekspresionistët më të rallë të qytetit, ka një fantazi për tej, si duket deti i jep frymëzime, po ka dhe një humanizëm brenda veprës së tij. Domethënë vepra e tij është në një dimension vërtet tridimensional, duket sikur futesh në atë botën e vërtet, mirë po me ato ngjyra që ai i ka në mendjen e tij dhe ua detyron dhe të tjerëve për ta parë. Unë i uroj suksese dhe siç e tha Nestor Ionusi, vepra e tij shpreh shumë dashuri brenda vetes vet. Më pëlqen se është natyra e Vlorës në përgjithësi dhe i uroj suksese piktorit. Të gjithë vlonjatët e kanë dashurinë për Vlorën dhe unë për vete time jam krenare dhe fotot që bëj nga kodra ku kam shpinë, i bëj gjithmonë në kohën e perëndimit ku e merr Vlorën më të bukur se ç'është. E kam dhe unë një të përbashkët me piktorin dhe i uroj suksese të mëtejshme dhe një gëzim dhe hara të gjithë vlonjatëve para festës. Po jo vetëm sot, po edhe në rastet tjera kam pasur mundësinë që ta vizitoj, po edhe atje ku ai punon edhe jeton aty në bregun e detit, nga për mua merr edhe frymëzimin. Ramiu është një piktor spontan, është një talent, sepse ai nuk e ka bërë një shkollë për pikturë, por puna e tij tregon që talenti, vullneti, mbi të gjitha dashuria për të shprehur ato ndjenja që njeriu përjeton. Ramiu më së miri këto i ka shprehur edhe në këtë ekspozit. Dhe unë kam biseduar sot edhe me njerëz të pikturës, me profesionistë të kësaj fushë, dhe kur ata kanë vlerësime maksimale, natyrisht ne të tjerët që e shikojmë si një kategori estetike, na pëlqen shumë. Dhe unë e uroj shumë Ramiun për këtë pasion të tij. Po tani kjo pjesëmarrje dhe këto vlera që mi dhanë mua mas shikimit, një keq. Jam i emocionor, po e zotroj veten, e përballoj situacionin. Shumë, mora shumë nga shumë miq dhe shok që e njohin artin, si për shumë Nestor Ionusi, Edi Kojani e të tjerë njerëz që e njohin mirë artin e pikturës. Të kënaq kjo që të vlerësojnë dhe profesionistët? Më kënaq, po s'meritet mendja. Do vazhdosh të punosh, cilat janë qëllimet? Po unë jam mirë, ndjej veten mirë dhe besoj se mund të hap dhe në një ekspozit tjetër, më cilësore nga kjo. Na zbulo pak, çfarë ke për të ardhmen? Ku do përshëndrohesh? Nuk e tregoj se do jetë surpriza ato, se di se fantazia s'ka kufi.